Sa i përket zhvillimeve të letërsisë në vendin tonë, në këndvështrimin personal mendoj që vitet e fundit janë shfaqur autorë të talentuar, autorë të ri dhe kanë gjetur mbështetje nga autorët, nga shkrimtarët me emër tashme që kanë një karrierë të konsiderueshme, duke i mbështetur nëpër konkurse, nëpër evente, të cilat padiskutim nuk janë të mjaftueshme, por kryesisht në Tiranë ka pasur aktivitete të shumta ku janë promovuar dhe janë vlerësuar artistët e ri. Ato një pjesë e tyre kanë qenë edhe pjesëmarrës në Panair, ku ju është dhënë pra hapësira nga shtëpitë botuese, sikurse në rastin tim pavarësisht se botimi im ka të bëjë me studimin, pra është studimor, por kam pasur mbështetje maksimale nga shtëpia botuese dhe nga autoria e mirënjohur, nga shkrimtarja e mirënjohur Majlinda Nana Rama, për të promovuar dhe për të qenë prezent në Panair. Kjo dëshmon për një zhvillim edhe një ndërgjegje kolektive e cila vlen vlen për të ardhmen dhe është kontribut për të ardhmen. Por në raport me vitet e tjera, në raport me krijimtaritë në përgjithësi të autorëve të ashtu quajtur të vjetër apo të ri, mendoj që ka qenë një vit i cili nuk thyen atë rekordin apo nuk mbahet për krijimtari të shumta. Ka pasur pa diskutim krijimtari të reja, por sigurisht vitet e tjera kanë qenë edhe më përfaqësuese të letërsisë edhe me vepra të cilat janë vlerësuar. Si është pritur libri juaj? Sa i përket librit tim, Epitafet e gjalla të Vallëzimit Krutan, ai është një libër studimor i cili i dedikohet vallëzimit dhe vlerave folklorike të vendlindjes time, pra të Krujës, dhe sigurisht ka pasur një pritje të mirë